Në takimin inaugurues të Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të BE-s, kryeministri Edi Rama tha se Unioni ka surprizuar me gatishmërinë që ka treguar për të marrë Shqipërinë në kështjellën e saj. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë tha se kjo është hera e parë që hyjet e vendit ton janë në të njëjtën linjë me atë të BE-s dhe ky moment duhet shfryzuar. Jemi mirëpritur brenda kështjellës së Brukselit si të barabartë dhe madje na është dhënë mundësia për të ndjerë të barabartë. Nga ana tjetër, jam entuziast që komiteti do të shërbejë qëllimin e që të nxjisë aktorët tanë të rriten dhe të bëhen pjesë e rëndësishme anëtarësisë së Shqipërisë dhe pjesëmarrjes së Shqipërisë në jetën e familjes europiane. Ka qenë rrugë e gjatë me shumë situata ku e gjetëm veten të mbërthyer, por më duhet të them se tani jemi dhe po jetojmë në një moment në kohë kur Brukseli dhe BE na kanë surprizuar me vullnetin e tyre të fortë dhe të qartë për të na marrë brenda, u shpreh Rama. Ndërkohë, ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, i pranishëm në takimin inaugurues të Komitetit të Përbashkët Konsultativ me Komitetin Ekonomik dhe Social të BE-s, tha se në procesin e integrimit të vendit drejt Unionit duhet të përfshihet dhe shoqëria civile. Procesi që përfshin të gjithë shoqërinë nuk mund të lihet vetëm për shoqërinë dhe kuvendin, por organizatat e shoqërisë civile duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë proces. Këto vende do duhet të përfshin shoqërinë civile në të gjithë punën që do të bëhet para se të bëhen pjesë e familjes son. Tecësh përpara në BE kërkon angazhim politik të qytetarëve dhe shoqërisë civile. Qeveria mund të përfitojë nga ekspertiza dhe njohuritë e shoqërisë civile të luajnë rol proaktiv në kontekstin e anëtarësimit të BE-s. Pjesëmarrja në vendimarrje e shoqërisë civile është e rëndësishme, tha mes të tjerash Gonzato.